Tani e 13 vite, Qendra Edukative Parashkollore Qerdhja Private e Rea organizon manifestim kushtuar ditës së fëmijëve 1 qershorin. Ky manifestim është përgatitur nga edukatorët e kësaj qerdhe në bashkëpunim me fëmijët që ndjekin edukimin parashkollor. Nga kjo qerdhe theksuan se në manifestimin kushtuar ditës së fëmijëve ishin të pranishëm edhe prindërit të cilët ndoqën nga afër fëmijët e tyre në këtë aktivitet. Sot, ndryshe nga ditët tjera, fëmijët do kenë mundësi që bashkë me prindërit e tyre të bëjnë aktivitetet e tyre që i kanë në kopsht dhe njëkohësisht të argëtohen edhe të kalojnë kohën bashkë me prindët. Qëllimi i aktivitetit është që fëmijët ta kuptojnë pjesën e të ndjen të rëndësishëm kuptohet në këtë ditë të madhe, siç është dita e 1 qershori, dita e fëmijëve, dhe me rastin e aktiviteteve që ato të ndjehen, domethënë të mbrojtur nga aspekti sepse bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm, bashkëpunimi i prindit, mësuesës, edukatorës edhe fëmijës. Kështu që e shfrytëzojmë rastin që në këtë ditë ta kemi këtë lidhje të përbashkët me fëmijët, me prindët edhe me edukatore. Ndryshe, dita e fëmijëve shënohet më datë 1 qershor në mbar botën. Dita e fëmijëve u vendos në datën 1 qershor, sepse në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. 2 vite më pas, festa e 1 qershorit filloi të festohet në të gjithë botën.